Beshiktashi nuk është i gatshëm që të paguajë miliona euro për Kristian Aslanin. Gazetari turk, Yagi Sabunçullugu, konfirmoi se Aslani është pjesë e listës së lojtarëve që trajneri Sergen Yalçin nuk i ka në plan për edicionin e ardhshëm. Yalçin ishte pikërisht ai që e kërkoi Aslanin te Beshiktashi. 24 vjeçari i kombëtares duket se nuk bindi gjatë kësaj kohe, edhe pse është preferuar si titullar. Aslani do të kthehej kështu tek Interi. Mesfushori nuk shfaqet as në planet e zikaltërve, që mund ta huazojnë sërish nëse nuk vjen oferta e duhur për blerjen e kartonit. Një sezon mjaft i vështirë shoqëroi Aslanin. Kujtojmë se në pjesën e parë të edicionit ishte i huazuar te Torino. Kristian Aslani ka shënuar sot për herë të parë në futbollin turk me fanellën e Beshiktashit. Mesfushori i kombëtares shqiptare ka tundur rrjetën në duelin që ekipi i tij luante kundër Samsunspor. Goli i parë i Aslanit erdhi në minutat shtesë të takimit, kur ekipi i tij fitoi një penallti. Ekzekutimi i saj u la Aslanit, i cili është një specialist i mirëfill të gjuajtjeve të tilla, pasi rrallë herë gabon. Dhe ai ishte i sakt nga pika e bardhë, duke shënuar për të ngushtuar shifrat në rezultatin 2-1, me të cilat më pas u mbyll i gjithë takimi.